kushtetuese do rikonsideroj referendumin dhe çdo gjë të mundshme të nevojshme për anullimin e këtij ligji, i cili në fakt përmbys rendin juridik të shtetit shqiptar, mbasi rrëzon të paktën 4 nene, 18, 22, 24 dhe nenin 54 të kushtetutës. Pasi rrëzon kodin e familjes, rrëzon kodin civil, kodet pra të cilat përbëjnë bazën juridike të shtetit. Por kjo sigurisht, kjo përpjekje do të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me çdo shqiptar që e ka familjen, sa hyjnore aq toksore, me çdo besimtar që i konsideron librat e shenjtë të besimit të fetar si kodin moral të familjes së tij, me çdo prind që në përputhje me kushtetutën e vendit don që fëmia i tij të marrë edukimin fetar të familjes së tij. Në përputhje me gjinin me të cilën ka lindur. Pra, të gjitha këto kërkojnë një përgjigje të fuqishme nga qytetarët dhe ne nisim këtë betejë me bindjen më të thellë se pavarësisht nga mbështetja e këtij narkoshteti, ky narkoshtet nuk ka legjitimitet. Se pavarësisht nga mbështetja e këtij narkoshteti, raporti ndërkombëtar për zgjedhjet e 11 majit rrëzojnë legjimitetin e kësaj qeverie. Se pavarësisht nga të gjitha mbështetjet, Shqipëria rrezik kryesor me eksportin e kriminalitetit në Ballkan dhe në Europë. Dhe se kartelet e drogës, kartelet shqiptare të drogës, deg të karteleve të Amerikës Latine, janë sot kartelet më të rrezikshme për Europën. Ne bëjmë këtë betejë pra jo vetëm për fëmijët tanë dhe veten tonë, por e bëjmë dhe për miqtë tanë dhe partnerët tanë. Faleminderit.